po dëgjoj. Sunguf, po bën të shpeshta miqësorët e veteranëve, por sot diçka e veçantë sepse luani përballë spanjollëve të Real Valladolid. Emocione dhe kënaqësi besoj sa. Patjetër që kënaqësia shumë e madhe. Të lush një ekip me hyje, mund të them kështu futbollit shkodran, por jo vetëm, edhe ati shqiptar, as më tepër edhe kundër miqve nga Valladolidi që janë në nivele, kanë luajtur nivele të jashtëzakonshme me Realin e Madridit, me Barcelonë apo me ekipet më kryesore të kampionatit spanjoll. Besoj se është një kënaqësi që edhe një shans që nuk mund t'i jepet shpeshherë në jetë një njeriu. Unë falenderoj Zotit që po e shijoj këtë ditë. Profesor, luajtët kundër Valdetramas, një lojtar që e keni patur diku si ju ndjen. Shumë mirë. Kam pas fatin të trajnoj një trajnor. Ishte futbollist i trajnuar profesionist e vërtet, por kishte kënaqësi ta kisha në ekip. Me një talent i vërtet i futbollit, por me gjithë edhe një djalë i jashtëzakonshëm, një profesionist i vërtet, shumë serioz dhe kënaqësia shumë e madhe se mas sa viteve tashmë një farë mënyrë ai edhe unë i thojmë vetit veteran, kështu që përballen as si veteran tashmë. Jemi në fundin e sezonit. Lashish me cilin nisët kampionatin ka rënë nga Superliga, ndërkohë që Vllaznia, skuadra juaj e zemrës, ndodhet në momentet më decisive për titullin kampion. Një përshkrim juaj i asaj çfarë ka ndodhur në këtë kampionat. Ky kampionat ka ndodhur vazhde e kampionateve të fundit, se mund të them kështu. Ka pasur oscilacionet e veta, por për mendimin tim katërsha e parë e ekipeve të cilët tashmë janë Final Four me merit janë aty ku e meritojnë për të kenë, për atë që kanë dhënë gjatë gjithë sezonit. Që keqardhje shumë për Laçin, them drejtën, sepse ka një ekip i cili ka dhënë, se mund të them kështu edhe tonin, pse jo ekipit kampionatit shqiptar, më falni. Duke fituar trofe, duke marrë pjesë në Europë, duke kanë gjithmonë faktor në këtë kampionat. Sikurse i uroj shumë suksese Vllaznisë dhe shpresojmë tashmë për viteve na afro shumë afër kthimit të trofeut të kupë të kampionatit në Shkodër. Shpresoj që të jetë ky viti i cili do të bëjë një rikthim të kampionatit për Vllazninë e Shkodrës, me gjitha për të kënaqur